Do të flasim për kulturë, për një ekspozit të përbashkët me dy vepra të ndryshme të dy artisteve që i prezentojnë në Galerinë e Artit në Tiranë. Përpara se të nisë bisedën me dy artiste, doja të nderuar teleshikues t'i bëja një përshkrim të shkurtër dy veprave, ku janë dy praktika artistike të ndryshme, por që komunikojnë thellësisht me njëra tjetrën. Sjellin një reflektim mbi trupin, identitetin dhe transformimin e vazhdueshëm të tij. Përmes një dialogu mes së dukshmes dhe së padukshmes, këto ekspozita ftojnë publikun të ndjejë, të vëzhgojë dhe të vërë në pikpyetje atë që sheh. Ndërkohë, të nderuar teleshikues, për të diskutuar pikërisht për këto dy vepra, në studio kam të ftuar Elisa Koçekun, autore e pikërisht ekspozitës Karakteri në ndërgjegjes. Të përshëndes dhe faleminderit. Mirëmëngjesi, faleminderit juve dhe faleminderit për ftesën. Ndërkohë, në komunikim të drejtë për drejtë, kam autoren tjetër të veprës Çfarë vjen përpara elegancës, Ema Bregun. Të përshëndes dhe faleminderit Ema që e bashkuar kësaj bisede në studion e Klan News. Mirëmëngjes dhe faleminderit shumë për ftesën. Atëre, Elisa, si nisi kjo ide përbashkët e kësaj ekspozite dhe si u ndërtua dialogu mes jush? Ideja ka nisë, dhe më thonë, gjithë cila kena dërgu idetë tona te Galeria e Artit. Pastaj Galeria e Artit ka sill një ekspozitë të përbashkët, duke qenë se ne kishim një gjë të përbashkët që ishte eksplorimi i identitetit, por vishim në dy hapësira dhe në dy gjuhë vizuale të ndryshme, na bashkoj për realizimin e kësaj ekspozite, në mënyrë që të sjellim dy gjuhët vizuale të ndryshme, por që takohen në atë pikën e përbashkët që është eksplorimi i identitetit. Ndërkohë, Ema, për ty si lindi ideja e kësaj ekspozite të përbashkët? Në fakt, unë fillova nga një projekt shumë amator dhe më erdhi vërtet isha shumë e nderuar për të bërë një ekspozitë të përbashkët për të eksploruar konceptin e identitetit dhe sidomos identitetin e grave. Ndërkohë, ju si artiste, çfarë ju bashkon dhe pavarësisht dallimeve në stil dhe qasje, pasi janë dy vepra të ndryshme në një ekspozitë të përbashkët? Ne na bashkon figura femërore dhe përjetimet, emocionet dhe gjithë ajo çfarë një femër mund të kalojë. Do të thonë, në veprat e mia unë paraqes veten, personazhin tim ose karakterin tim në vetdijes, që vjen duke shprehur gjitha emocionet dhe gjitha atë grumbullin e gjërave që ne nuk mund t'i thojmë nganjëherë me fjalë dhe e shprehim me anën e pikturës, me anën e linjave, ngjyrave dhe shtresave të ndryshme që ne kemi realizuar në pikturë. Njëjta gjë besoj edhe me Emën. Ndërkohë, Ema, ti në veprën tënde? Unë eksploroj procesin e ritualit të përgatitjes dhe sidomos frymëzuar nga shoqet e mia, të cilat janë dhe modelet në të fotografi, dhe tregoja këtë proces të fshehtë dhe tabu. Si e shihni konceptin e identitetit në punën tuaj, si diçka të qëndrueshme apo në transformim të vazhdueshëm? Unë e shikoj si diçka që nuk është kurrë e përfunduar, ajo është gjithmonë në transformim e sipër, që indikuar nga përvoja, emocionet, kujtesa, instikti i brendshëm, spontaniteti dhe gjitha ndjesi që ne si qenie humane përjetojmë në jetën tonë të përditshme. Për ty, Ema? Dhe për mua është diçka që gjithmonë ndryshon, diçka jo perfekte dhe kjo është bukuria e vërtetë. Ndërkohë, sa e rëndësishme është për ju marrëdhënia e trupit dhe emocioneve në artin që krijoni? Për mua është shumë e rëndësishme pasi gjëra që ne nuk mund t'i shprehim me fjalë, i shprehim aty, do të thonë pas një lloj filtri dhe pas një lloj mangësia, se pas një lloj si të themi më falni nëse kam pak emocione.
mundohemi pra që shprehim atë gjë që ne nuk mund ta shprehim me fjalë. Edhe arti gjithmonë këtë gjë ka, që ne shprehim atë që ne nuk mund ta themi me fjalë, por komunikojmë me botën në një mënyrë tjetër dhe në një hapësirë tjetër, siç është hapësira e artit. Ti Ema, emocionet si i shpreh në veprën tënde, çfarë vjen përpara elegancës? Për mua emocionet janë shumë të rëndësishme sepse janë çfarë na lidhin me veprat e artit dhe do të tregoja diçka shumë të thjeshtë që gjithë njerëzit e shohin vetveten, sidomos në procesin e përgatitjes dhe sidomos në lidhjen me trupin, me se si njerëzit të shohin ty para se të dalësh para publikut dhe është diçka shumë e rëndësishme për mua dhe sidomos shoqet e mia. Dhe pikërisht, Ema, çfarë dëshiron që publiku të ndjej kur përballet me veprën tënde konkretisht? Unë dëshiroj që publiku të shohë veten e vet, në këto momente shumë të thjeshta, në këto momente që ne i harrojmë, janë proces, janë diçka e mësuar dhe janë diçka që na përgatisin për jetën, për një ditë të vështirë, për një natë të vështirë dhe Dhe për ty Elisa, çfarë dëshiron që publiku të përballet me veprën tënde? Dëshiroj që publiku të ndjej atë çfarë unë kam dashur të shpreh në ato punime. Pra, atë copë shpirti që unë kam shprehur tek ato vepra arti, atë dëshiroj që publiku ta ndjej nëpërmjet emocionit dhe nëpërmjet tensioneve të brendshme që unë kam pasur gjatë realizimit të këtyre veprave të artit. Ema, do doja të ndalesha pak tek vepra jote. Titulli çfarë vjen përpara elegancës është shumë sugjestiv. Çfarë vjen pas ti? Pas këtij titulli? Unë do të krijoja diçka që tregon për tërë procesin që fshihet mbas një fasade elegance, sidomos për vajzat, gjithë përgatitja që duhet të kalojnë emocionale para se të dalësh në një metodë perfekte, çfarë mendojmë se është perfekte. Ndërkohë në punët tuaja, trupi femëror duket i ekspozuar dhe i drejt për drejt. A është kjo një formë fuqizimi apo ekspozimi kritik? Kjo vjen në një formë fuqizimi, sidomos për figurën femërore, për gjërat që ne si femra kalojmë dhe forcën e brendshme që gjithmonë e kemi dhe duket është bërë e dukshme tek punët e mia. Pra është ai personazhi jem i brendshëm që pavarësisht çdo tensioni dhe pavarësisht çdo krizash emocionale mbijeton dhe vjen në atë formë i fuqishëm dhe i mbijetuar, mund të them. Si e balanconi estetikën me mesazhin në krijimet tuaja? Estetikën e balancoj në mënyrën që jo çdo gjë që është e bukur mund të shfaqet. Pra mund të shfaqem edhe gjërat që ne nuk janë të bukura dhe nuk janë përjetime të bukura, mund të themi. Ato përjetime që nuk janë shumë të bukura dhe ato ndjesi që shumë herë na mundohem që t'i shfaq tek diçka që duket më e bukur. Dhe besoj këtë kam dashur të shpreh dhe për publikun e gjerë. Këtë gjën e brendshme dhe këtë emocionin që shumë herë kemi diçka që nuk mund ta themi, sepse kemi si ndrojtje, por që mendoj që duhet ta bërtasim dhe duhet ta themi sepse nuk është ndonjë, si të them, ndonjë gjë që mund të jetë problem tek ne si qenie. Diçka që të vi natyrshëm dhe të përballet me jetën me publikun, se në fundit kjo është jeta, ka ato uljet dhe ngritjet e veta. Dhe këtë gjë jam munduar të shpreh. Dhe janë të ekspozuara në këtë vepër. Dhe janë të ekspozuara në këtë mënyrë dhe në këtë lloj vepra arti. Ndërkohë Ema, ti si e balancon estetikën në veprën tënde? Dhe unë jam dakord me gjitha gjërat që tha Elisa dhe mendoj kjo na lidh fort në koncept, sepse dhe unë dhe të tregoja përmes diçka monokromatike, një proces të fshehur, diçka që ne nuk e themi, por duhet ta themi, sepse janë pjesë e jetës sonë dhe nuk duhet të jetë diçka e fshehur për procesi i përgatitjes, besoj.
Dhe kjo na lidh me njëra tjetrën, sidomos gjërat e fshehura, gjërat që ndajmë midis njëra tjetrës, sidomos midis shoqeve, janë çfarë na forcon. Ema, a ka element autobiografik në veprën tënde? Po, në fakt, mendoj të gjitha fotografit janë të lidhura, sidomos me vitin e fundit që kam jetuar për të parë vetëm. Janë momente të jetësime të shoqeve të mia, momente të cilat bëjmë gati për të dalë në shkollë, për në disko, gjëra shumë të thjeshta, por mendoj gjithë mund të shohin veten përmes tyre. Për ty, Elisa, a ka element autobiografik në veprën tënde? E qënë se unë them që jap 100% vetën aty, ka do më thënë gjdo njësi dhe gjdo përjetim emocional që unë kam pasur në periudhat të ndryshme dhe në përjetimet të ndryshme në gjendjen time shpirtërore, në mënyrën që unë kam qenë do më thënë duke përjetuar një ndjesi dhe e ka do më thënë atë të gjë, po thjesht vjen në një mënyrë që është pak e fshehur dhe do më thënë vjen dhe në mënyrën që publiku ta kuptoj atë ndjesi dhe atë përjetim që unë kam pasur, por vjen në një mënyrë më të fshehur, jo të thënë drejt për së drejti. Titulli i veprës tënde, karakteri në ndërgjegjes, është shumë introspektiv. Si e përkthemi në ndërgjegjen në formë vizuale? Karakteri në vetdijes, ose unë e quaj edhe ndryshe personazhi subkoshient. Ashtë ai personazhi jam i brendshëm që në momentet caktuar të jetës time dhe të përjetimeve të mia ka ardhur pa vetdijen time dhe pa qenë koshciente. Prandaj e quaj karakterin në vetdijes ose personazhi subkoshcient, sepse është ai personazh që ka lindur vetë nga gjithë tensionet dhe nga gjithë instinktet e mia të brendshme, ka lindur në një mënyrë shumë të rrjedhshme dhe shumë të natyrshme. Sa ndikon në psikologjia apo ëndrat në procesin tuaj krijues? Ka një ndikim të madh ana psikologjike dhe ëndrat, pasi unë mundohem nga njëherë thash shumë gjëra që unë nuk mund t'ja shprehi dikuj, ose shumë emocione ose mërzi që nuk mund t'i shprehi, unë i shpalosi aty dhe për mua kjo gjë vjen edhe si një formë terapijet me veten. Më ndihmon shumë duke qenë se më duket sikur po bëj një dialog me veten time. Për ty, Ema, ka ndikuar psikologjia dhe ëndrat në procesin tënd krijues? Për mua më shumë psikologjia, sepse dhe tregoja më shumë një stat mendor, se sa diçka në ëndër, diçka reale për mua. A është kjo një qasje, një mënyrë për të sfiduar perceptimin klasik të trupit, Ema? Për mua po, është një metodë për të pyetur çfarë vërtet quajmë elegancë, çfarë quajmë një fasadë perfekte, një trup perfekt. Dhe për mua një trup perfekt është një trup në lëvizje, në ndryshim dhe një trup i papërsosur. Dhe për të dyja ju vajza, si e shihni veten dhe artin tuaj pas kësaj ekspozite, çfarë vjen më pas për ty, Ema, dhe më pas për Elisën? Për mua dua të vazhdoj akoma të eksploroj metoda të ndryshme të artit. Fotografia ishte diçka e re për mua dhe kam shumë dëshirë që ta provoj përsëri, t'i futem prapë mediave të ndryshme. Dhe më ka inspiruar shumë Elisa dhe pikturat e veta dhe dua t'i futem prapë pikturës. Për ty, Elisa? Unë besoj që këtë personazh jam do vi her mas here dhe kam menuar në fakt në projektet e mia të ardhshme që do të kem, që do ta shfaqej në një medium tjetër. Mund vi në formën e një instalacioni, në formën e një performance, do ta mendoj, por që do e shfaqej këtë personazhin, do e shfaqej edhe në një medium tjetër, përveç anës së pikturës dhe teknikës së monotipit që unë kam shprehur. Dhe për ta përmbyllur, çfarë këshille do t'i jepni të artistëve të rinj që po kërkojnë zërin e tyre? Unë do ju kisha dhënë një këshill të vetme që gjithmonë të besojnë te zani i tyre i brendshëm
dhe t'i besojnë ati instiktit të brendshëm dhe atyre emocioneve, sepse nuk është një kompleks i joni që të shprehim gjitha atë çfarë na mundon për brenda nesh. Thjesht është diçka që ndoshta nesër pas nesër do të bëj të tregoj se kush je në vërtet. Dhe këtë këshill do ju jap gjithë rinjve artist. Ndërsa cila do të ishte këshilla jote, Ema, për artistët e rinj? Për mua do ishte të provojnë çdo gjë, edhe nëse nuk është perfekte, edhe nëse është shumë amatore, arti duhet jetë për pasion dhe duhet jetë për qef, sidomos. Vajza, unë ju falenderoj dhe ju uroj suksese për veprat e juaja në vazhdimsi. Faleminderit dhe ty shumë.